Vllaznia do të luajë ndeshjen e Rallos për kampionat ndaj Vorës. Në prag të këtij dueli në konferencë përshtyp mbrojtësi Melos Berami kërkoi përqendrim maksimal dhe seriozitet për vazhdimsinë, teksa njëkohësisht apeloi për maturi, duke nënvizuar se ekipi duhet të qëndrojë me këmbë në tokë. Po, natyrisht i gëzojmë kësaj situate të mirë që jemi të kaluar si ekip, duhet të qëndrojmë me këmbë në tokë. Edhe natyrisht si mbrojtës, unë edhe partnerët e mi të mbrojtës jemi të kënaqur me performancat tona, por natyrisht duhet vazhdimsi edhe besoj që gjithçka do të shkojë mirë në vazhdim. Konkurrenca është diçka që e çon ekipin me shtyp më përpara, edhe unë si mbrojtës tash me kthimin e kreditëve ka konkurrencë dhe besoj që na bën mirë kreditëve kjo dhe është për të mirën e ekipit. Berami theksoi rëndësinë e kësaj sfide, duke e cilësuar si një përballje të vështirë, por u shpreh se objektivi vllaznisë mbetet marrja e 3 pikëve. Shumë e gatshme, domethënë kemi bërë stërvitje gjatë javës, gjithçka po shkon mirë, atmosfera është e mirë, kemi besim vetvete edhe do shkojmë për të marrë 3 pikë. Për momentin jemi me një formë të mirë edhe besojmë që duhet me shku për fitore. Vora ka një ekip shumë cilësor, e respektojmë maksimum, po besojmë që vllaznia jemi më të mirë. Po mundoni këtë sezon me qëndru me këmbë tokë, pasi vitin e kaluar na kapi pak entuziazmi edhe deshëm me dal shumë kampion. Si vjet jemi pak më të qetë edhe besojmë më të fokusuar edhe dojmë me bu ma mirë për mi shly gabimet e sezonit kaluar. Kuqeblut synojnë të vazhdojnë curim pozitive edhe në ndeshjen ndaj Vorës, edhe të konfirmojnë ambicien e tyre në kampionat.